Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë diabet, hani çdo ditë këtë ushqim për ta mbajtur nën kontroll. Të gjesh kombinimin e dur ushqimor me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj, çdo frut ose perim që konsumoni duhet jetë i duhur. Në këtë video, sipas ekspertëve, do të rendisim disa nga produktet më të mira natyrale për personat që vuajnë nga sheqeri në gjak, që ju ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të tij. Sipas Medical News Today, do të rendisim disa nga produktet të cilat këshillohen të jenë pjesë e dietës suaj për të mbajtur nën kontroll këtë shqetësim. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet edhe balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është para të jetë shifër jo e shëndetshme te personat me diabet të tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut, që qarkullimi i tij në zemër të jetë më i shëndetshëm. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për shëndetin tuaj është edhe brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikalet e lira që prodhojnë këtë proces të metabolizmit. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë tretës. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe të ulë gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak. Personat që vuajnë nga diabeti gjithashtu kanë nevojë për probiotik. Probiotikët gjenden kryesisht te ushqimet e fermentuara siç është edhe kosi. Kosi është një nga elementët bazë të një diete të shëndetshme, i cili ndikon pozitivisht edhe në personat që vuajnë nga diabeti. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat që vuajnë nga sheqeri i lartë. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerin në gjak dhe parandalon gjithashtu edhe sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që ai përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon për të rënë nga pesha dhe ndihmon gjithashtu sistemin tretës. Vezët. Vezët janë në vërtet një paketë me vlera ushqyese. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidant që mbrojnë në shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak, të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Ushqimet e gjelbra. Perimet si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e tensionit të lartë. Peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burime të mira të yndyrnave omega 3, acideve DHA dhe EPA, që ndihmojnë me shëndetin e zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet i konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar kështu edhe qarkullimin e gjakut. Për të pasur një kontroll më të mirë të niveleve të sheqerit, dieta do të luajë një rol vendimtar në menaxhimin e saj, dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe në menaxhimin më të mirë të luhatjeve, duhet të tregoheni më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Pasi ushqimet që zgjidhni mund të jenë gjithashtu o përfituesit më të mirë o ndikuesit më të mëdhenj të shëndetit tuaj, dhe për të menaxhuar më mirë nivelet e glukozës, duhet të konsumoni diçka që i përshtatet më shumë shëndetit tuaj. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk e prodhon mjaftueshëm insulinën, ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç janë trobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Por në dietën tuaj mund të shtoni drithrat e plota ose bukën e elbit. Ndoshta shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ka nivele më të ulta glicemie. Ato janë të pasur me fibër që ngadalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Borovnica, rrushi dhe mollët gjithashtu janë në një zgjidhje shumë e mirë për personat që kanë luhatje të sheqerit.
Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjët e frutave, për shembull, kanë një nivel të lartë të glicemisë sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë borovicë, rruzh dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie. Nëse patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes, duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm për trupin. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban beta-glukan, kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyra në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë nivele të ulta glicemie pre nën 55. Ato gjithashtu janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore monotopangopur, antioksidant, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet hahet të freskët sepse ushqyesit janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për njerëzit e personat që janë të rrezikuar nga zhvillimi i luhatjeve të sheqerit në gjak. Nëse doni të menaxhoni më mirë shëndetin tuaj, atëherë ndiqni një dietë mesdhetare. Një dietë e pasur me fruta, perime, peshk dhe zarzavate mund të ndihmojë në shmangjen dhe zhvillimin e problemeve të sheqerit. Tregoni më të kujdesshëm me peshën. Nëse jeni mbi peshë, humbisni edhe disa kilogram për të reduktuar ndjeshëm rrezikun e diabetit dhe përmirësoni mërqenjen e përgjithshme të trupit tuaj. Ushqimet si frutat, perimet, bishtajat, drithrat ndihmojnë për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak. Zgjidhni ushqimet kryesore. Studimet e shumta kanë treguar se vitamina C, K dhe magnezi mund të kufizojnë shanset e prekjes nga diabeti tipi 2. Veçanërisht rekomandohet ananasi, perimet me gjethe jeshile të errët dhe avokado. Bëni aktivitet fizik. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të kontrolluar peshën e trupit dhe nivelin e sheqerit në gjak. Bëni analizat e gjakut. Mund të nxjerrë në pa ekzistencën e çekulibrave të cilat pastaj mund të çojnë në fillimin e sëmundjes. Një diagnozë e hershme është një gjendje që të vonojë dhe parandalojë zhvillimin e saj. Tregoni vëmendje ndaj simptomave. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni etje të tepërt, urinim të shpeshtë, humbje peshe drastike, vizion të paqartë dhe gjymtyrë të mpirë. Nënshtrohuni kontrolleve periodike. Kontrolloni në intervale të rregullta kohore, zvogëloni shanset e goditjeve nga komplikacionet më të rënda që lidhen me këtë sëmundje, siç janë mosfunksioni i veshkave, verbëri, dëme nervore. Për më shumë informacione kontaktoni me mjekun tuaj. Tregoni të kujdesshëm me karbohidratet. Mundohuni të hani sasinë e duhur të karbohidrateve në ushqim. Informohuni gjithmonë për problemin tuaj. Kontaktoni me mjekun specialist për një recetë dhe një dietë të personalizuar. Për të marrë këshillat e dobishme dhe aktivitetin fizik ose këshillat e vlefshme për stresin, sugjerohet që çdo rreziku i problemeve të tilla të mbahen në monitorimin e duhur. Për të ndihmuar në menaxhimin e shëndetit tuaj në rastet tuaja më të vështira, atëherë duhet të jeni dorë shtrënguar me atë që zgjidhni në dietën tuaj dhe të informoni mjekun për çdo ndryshim dhe paqartësi që keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.